Është liruar ditën e sotme nga burgu reperi Kleviol Ahmeti, i njohur për publikun si Klevjo. 39 vjeçari po vuante dënimin në burgun e Fierit që prej tetorit të vitit 2025, pas ekstradimit të tij nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Ahmeti u dënua për veprat penale të përndjekjes dhe thyerjes së masës së sigurisë, akuza që lidhen drejt për drejt me konfliktin e tij të hershëm me reperin Rigels Rajgu, i njohur si Noizi. Kjo përplasje mes dy artistëve ka pasur edhe episode të rënda. Vite më parë, pas një konflikti fizik mes tyre, Ahmeti dyshohet se i kërkoi mikut të tij Laert Haxhiu të vendoste lëndë plasëse në butikun e Noizit në Durrës. Shpërthimi shkaktoi dëme të konsiderueshme në pjesën ballore të biznesit dhe ngjarja mori vëmendje të madhe publike. Paralelisht, rrjetet sociale u kthyen në një arenë përplasjesh të forta mes dy reperëve, duke e bërë konfliktin edhe më të ekspozuar për publikun. 2 vite më vonë, kjo ngjarje është përfshirë si episod kriminal në dosjen e SPAK, ndërsa prokuroria i ka kërkuar gjykatës së posaçme dënimin e personave përgjegjës, pjesë e grupit të drejtuar nga Laert Haxhiu.